Edhe pse festat pas kualifikimeve nuk janë shuar ende, skuadra gjysmëfinaliste të Champions League tashmë synojnë të sigurojnë finalen e madhe të 31 majit në Mini. Për herë të parë që nga viti 2009, Arsenali është mes 4 skuadrave më të mira të Europës, pasi eliminoi Real Madridin në çerkfinale. Në rrugën drejt finales, skuadra Artetës do të përballet me Paris Saint-Germain në një duel që do të hapë zyrtarisht gjysmëfinalet me 29 prill. Një ditë më pas është radha e Interit, që pas suksesit kundër Bayernit do të përballet në transfer me Barcelonën. Ndeshjet e kthimi që do të përcaktojnë finalistët e këtij edicioni do të luhen me 6 dhe 7 maj. Interi do të presë në San Siro Catalana, ndërkohë që Arsenali do të udhëtojë në Parc des Princes. Pas eliminimit të disa për pretendentëve kryesorë si Real Madridi dhe Bayerni, ka ndryshuar edhe renditja e ekipeve favorite për trofeun. Arsenali ka kaluar në krye të listës me 28.7% shanse, ndërkohë që digjet nga Inter me 25.5% shanse. Paris Saint-Germain ruan vendin e tretë, ndërkohë që Barcelona ka zbritur në vendin e katërt sipas kuotave aktuale të Optas. Gjithçka është gati për një finale të madhe në Muni, ku mbetet të shihet vetëm se cila do të jetë skuadra që do të shkojë në 31 maj.